Vëllezër dhe motra, ju përshëndes gjithëve që keni ardhur sot prej Endritit që është më i vogli edhe deri kushdo që s'don mi kallëzu vitet. Shpresoj keni pas një javë të mirë. Shpresojmë që Zoti ka fituar në gjërat që jeni përballur. Edhe nëse ende nuk e keni pa fitoren e tina, e ndjeheni se jeni në gjysmë, besojeni Zotit sa ai nuk u lën kurrë në gjysmë të rrugës. Amen. Shpresoj shumë të dashur që ju i keni dëgjuar disa nga këto fjalë nga Shkrimi i Shenjtë, të cilat thonë: ju jeni miqt e mi. E keni dëgjuar këtë fjalë? Sa prej jush i keni dëgjuar këtë fjalë që dikush në Ungjillin e Gjonit, kapitullin e 15, ka thënë: ju jeni miqt e mi. Kush e ka thënë këtë? Ju jeni miqt e mi. Tjetër ai ka thënë: nuk ju quaj më shërbëtor, por miq. Tjetër ai ka thënë për ty dhe për mua: krejt ata që e kam dëgjuar nga Ati, ua kam thënë juve. Tjetër, po ky i njëjti person që na ka thënë neve është: nëse dikush më do, ai e mban fjalën time. Pra, ju jeni mbajtësit e fjalës time. Po ky person, edhe kemi dëgjuar këtë fjali, duke thënë: Ati tuaj i ka pëlqyer me ja u dhënë mbretërinë. Qëndroni në mua edhe unë qëndroj në ju. Unë u kam dhënë lavdin time juve. Besoj gjitha këto i keni dëgjuar më herët, apo? Janë fjalë që i shohim tek Ungjilli, fjalë të Jezusit. Për çka flasin këto fjalë? Këto fjalë flasin për ajo çfarë quhet përkatësia. Këto fjalë flasin për përkatësinë e Jezu Krishtit ndaj nesh. Pra ai dhe ka folë edhe për përkatësinë që ne duhet me pas ndaj tina. Pra ai ka folur për përkatësinë e vet që e ka ndaj nesh. Edhe ka folur edhe për përkatësinë tonë, temën tonën që duhet me pas ndaj tina. Edhe për këtë ai ka thënë: nëse dikush qëndron në mua, nëse dikush nuk qëndron në mua, hidhet, thahet dhe shkon poshtë. Kush nuk është me mua është kundër meje, thot Jezusi. Shumë nga dishepujt u tërhoqën dhe nuk ecën me ta, na thot Shkrimi. E pastaj Jezusi i pyet të 12-tët: a mos doni dhe ju me shkue? Hajtni, ecni, shkoni. E Pjetri thot: po ku kena me shkue, more? Po ku kem me shkue? Bëhu sot Pjetër, sa herë që përkatësia e jote vihet në dyshim, shkon poshtë, thuja vetit këtë zon, ku kam me shkue? Sa më pëlqen kjo përgjigje e Pjetrit kur i thot: e ku kena me shkue?
Se na jemi në ty, e qysh po i bjen ku kemi me shkuar. Jezusi ka folur edhe për përkatësinë që shpërfillet në raport me njëri tjetrin. Edhe aja tregon një ngjarje tek Ungjilli i Lukës. E tregon një histori. Thot njëri e bani një dasëm të madhe, një darkë të madhe, vërtet thot. Njëri po organizonte një darkë të madhe. Ashtu si që ne këto ditë jemi duke përgatitur darkën e madhe të fundjavës që do ta kemi në Golem. Edhe i Zoti i kësaj darkës së madhe i tha shërbëtorit, shko, edhe thirr shumë njerëz. Na thotun Jezusi këtë te Ungjilli i Lukës 14. Edhe pastaj vinë shërbëtorët e këtij zotërie duke thënë: të gjithë gjetën arsyetime mos me ardh. Njëri tha: thuj faleminderit të rritnera që na e ke sjell këtë ftesë, po e kam blen një arë e po duhem me e pa arën. Një tjetër tha: i kam ble 5 pend kije, me punu, kafsh. E duhet me i provue. E një tjetër kishte thonë: sa ju martua njeri. Edhe, po thot, nuk mund të vi. Edhe çfarë na flet Jezusi përmes këtyre rasteve? Kur shpërfillet përkatësia ndaj njëri tjetrit. Mirë, vëllezër edhe motra, sot kam zgjedhur me fol për një temë që quhet kuptimi i përkatësisë edhe i qëllimit. Pra, kuptimi i përkatësisë edhe i qëllimit. Edhe për këtë temë, jurë që e njihni këto materiale që ne mësojmë këtu, është nga kursi seria e parimeve bazë, libri i 2, e që quhet përkatësia në familjen e familjeve. Edhe këtu janë 6 mësime, vërtet janë 5 që mësojnë, po i 6 është më shumë integrim. Edhe mësimi i parë thot: boshti i planit të Krishtit është kisha. 2. Kisha është familja e familjeve. 3. Jeta në familjen e krishterë. 4. Jeta në familjen e familjeve. Edhe 5, përcaktimi i përparësive të jetës. Shumë prej nesh e din këtë kurs, e kanë bë vetë, ose me një grup, edhe ju dini që janë 13 kurse për ato çfarë quhen parimet bazë të besimit. Parimet bazë. Nëse ka një person ende që nuk është pjesë e ndonjë grupi, ose pjesë e akademisë që studiohen e mësojnë këto, edhe një herë ja u kujtojmë që duhet me kalu krejt si besimtar, si antar të kishës përmes këtyre kurseve. Të lexojmë sot nga fjala e Zotit, libri i Efesianëve, kapitulli 2. Do lexojmë pra Efesianëve kapitullin 2 nga vargu 18. Shikoni se çfarë është duke thënë këtu fjala e Perëndis. Efesianëve kapitulli i 2, nga vargu 18 deri 3:11. Edhe këtu thuhet, Pali është duke shkruar kishave të Efesit.
edhe në 17 veç ta me pa një rrjedhshmëri, dhe ai erdhi për të predikuar paqen juve që ishte larg dhe atyre që ishit afër. Dhe 18, sepse përmes tij, pra Krishtit, që të dy kemi hyrje tek Ati nëpërmjet një fryme të vetëm, kështu pra nuk jeni më të huaj e bujtës. Pali po ju drejtohet krishterëve që ne kemi hyrje tek Ati përmes tij edhe frymës së Krishtit dhe frymës së Atit, personit e frymës së shenjtë. Vargu 19 po thot kështu pra nuk jemi më në të huaj, as bujtës. Nuk jena mësafer në këtë mbretëri, nuk jena mësafer më në ta, në Jezusin, edhe në planin e tij që është kisha, nuk jena mësafer. Nuk jena vizitor, nuk jena jabanxhi që thot populli, të huaj. Por çka jemi? Jemi bashk qytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Çfarë përkatësie! Jo një qytetari një rangu tjetër, se jena mësuna me diskriminime për shumë vjetë si popull në këtë vend, por këtu është duke thënë si bashk qytetar me të gjithë ata që besojnë kudo në botë. Me kudo në botë që beson në Krishtin, jemi bashk qytetar, edhe jemi pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Vargu 20, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve. Mbi ku është ndërtuar që kjo shtëpia? Mbi ku është ndërtuar kjo kisha? Mbi ku është ndërtuar familja e familjeve? Është ndërtuar mbi themelin e apostujve, të mësimeve të tyre, edhe të profetëve, dhe duke qenë Jezusi guri i qoshës. Guri i qoshës, pa gurin e qoshës, nuk bëhet shtëpia, nuk bëhet ndërtesa. Këto janë fjalë nga ndërtimtaria, por është duke folë për çështje shpirtërore, për familjen. Vargu 21, në të cilën gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për një tempull të shenjtë në Zotin. Pra, jemi deri tani në frymën, kemi qasje tek Ati, jemi bashkë qytetar, jemi pjesëtar të shtëpisë tina, edhe jemi ndërtuar mbi themelin e apostujve, edhe kjo ndërtesë që është trupi, është e lidhur mirë, edhe është një tempull i shenjtë. Shikoni çka po flet Pali këtu kishave të Efesit. Edhe në të cilën edhe ju jeni bashkë ndërtuar. Edhe ju jeni bashkë ndërtuar. Nuk ka këtu brenda kishës, brenda kësaj familjes, që disa janë argat e disa janë shefa. Disa janë me preardhje princërore e disa janë rob. Nuk është kështu në këtë shtëpi të Perëndisë. Nuk është kështu në këtë familje të familjeve që është kisha. E po historikisht nuk i kemi pa çdo herë këtu. Dhe thot, në të cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar, e pse? Për çka? Për me kanë, për të qenë banesë e Perëndisë në frymë. Çka u duke thonë? A mundi me marrë me mend? A mundi me pa syt? Çka po shohin syt këtu? Çka është duke thonë fjala e Zotit në këtë rast? Që ne jemi banesa e Perëndisë tani. Ai për na bën banesë. Ai ku do të banoj? Ai ka zgjedh me banue. Çfarë përkatësie? Zoti me hirin e vet, sovranitetin e vet, po
e ban edhe po vjen me banua brenda nesh. Çfarë përkatësie, çfarë qëllimi? Dhe Pali vazhdon. Dhe për këtë arsye, unë, Pali, jam i burgosur Jezu Krishtit për ju. Për cilën arsye? Këto që u thanë më lartë. Dhe nëse keni dëgjuar për administrimin e hirit të Perëndisë që më dha për ju, se me zbules më bani të njohur misterin sikur se ju shkrova me pak fjalë. Duke lexuar ju mund të kuptoni cila është mençuria ime në misterin e Krishtit, që nuk ju bë i njohur në brezat të tjerë bijve të njerëzve, ashtu si u zbulua tani apostujve të tij, të shenjtë dhe profetëve me anë të frymës. Pra ata që Zoti nuk e ka zbuluar me breza, i ka zbuluar brezit kur erdhi Krishti dhe neve na është shfaqur, edhe jo vetë që na është zbuluar, po tash ne jemi pjesë e këtij plani. Jemi pjesë e këtij plani. Shtatë, jemi shërbens të cilët u bëra sipas dhuntisë së hirit të Perëndisë që më dha në saj të veprëshmërisë së fuqisë së tij. Mua më të vogël nga të gjithë shenjtorët më dha ky hir për të predikuar midis paganëve pasurinë e pahulumtueshme të Krishtit dhe të ndriçoj të gjithë se ç'është bashkësia e misterit, i cili që prej jetëve që fshirë në Krishtin, që krijoi gjithçka nëpërmjet Jezusit, dhe vim edhe të dy vargjet kryesore të këtij pasazhi. Që a mund të përsëritni me mua që nëpërmjet kishës, edhe një herë, që nëpërmjet kishës. Pra, nëpërmjet kujt? Kishës, po thot. Që nëpërmjet kishës, tash na thot se çka duhet me u bën? Duhet me u bën të bëhet e njohur tani principatave dhe pushteteve në vendet qellore urtësia shumëllëshme e Perëndisë. Çka po flet Pali? Që përmes kujt? Kishës. Çka me u bën? Me u bën e njohur urtësia e shumëllëshme e Perëndisë. Përmes ku është ajo kisha? Përmes teje dhe meje. Ti që ke marrë këtë frymë edhe ai tjetri, kjo është. Këta që mblidhen në këtë emër. 11 sipas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Zotin Jezus. Pra, që kjo nuk është diçka e përkohshme, nuk është vetëm për disa vite, por kjo vazhdon tërë kohët. Çka kallëzon përkatësia? Çka do të thonë fjala përkatësi? Fjala përkatësi do të thonë tregon diçka që dikush është pjesë e diçkavit, që i takon dikujt. Identitet ose lidhje me një grup, me një etni, me një kulturë, me një familje, me diçka tjetër. Pra Pali kështu po na thotë se ne jemi një trup në Jezu Krishtin dhe secili jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Pra përkatësia është identiteti që përcakton se kush jena, edhe me ka jemi të lidhur, me një lidhje të madhe, edhe përgjegjësi që është reciproke. Pietri për këto ka thonë që na jemi, thot ai, na drejton, jemi priftri mbretnore, këmb i shenjtë, popull që i përket Zotit Perëndis. Shikoni këto përkatësi. Pra përkatësia është shprehja jote. Edhe çka është qëllimi? Qëllimi është synimi, ose pikë synimi, arritja finale, mbajtja fokusit në atë cak, në atë qëllim, edhe pse i bëjmë disa gjana dhe se i bëjmë ato gjana, lidhen me qëllimin. Ecje sipas një plani që u zbulua këtu që na tha, edhe është veprimi që na orienton edhe na motivon me shkuar drejt
cakut. Në Bibël janë disa shprehje të tjera që e kallëzojnë se çfarë është, që shprehjet përkatësia, ka shprehje të tjera. Birësimi, a keni dëgjuar për fjalën birësim? Duke besuar në Jezusin, Perëndia të ka birësue. Ishe i huaj, ishte kurkush, dhe duke besuar në të, ti birësohesh. Pra është një tjetër fjalë, një tjetër term që e kallëzon idenë e përkatësisë, birësimi. Fjalë tjetër është se ti i përket tashmë duke besuar Krishtin, ti i përket trupit të tina. Nuk je një trup i huaj. Nuk je duke marrë një vaksin ku ti merr trupat, një antitrup tjetër. Ne ti vendosesh brenda trupit të Jezusit edhe merr trupin e tina. Tjetër ide është se ne kemi qytetari qiellore. Lavdizohet për qytetarinë e Kosovës edhe çfarë do shtetësie, por ose romake, por në Krishtin kemi qytetari qiellore. Një tjetër shprehje e përkatësisë tonë, fjalë biblike, term biblik është se ne jemi populli i Zotit që na tha Pietri. Kisha është shtëpia e Zotit Perëndis që na tha këtu. Edhe jemi gjymtyr të rinjit të tashmë tham. Në kombin ton, në popullin ton, në kulturën ton, ne kemi disa fjalë të tjera edhe koncepte të tjera se qysh ne e kallëzojmë përkatësinë. Ne bëmi shumë marak me e zbuluar përkatësinë, me e ditë. Qysh e bëjmë këto? I kuna je? Si ta shohin një njeri, i kujna je bre bac? I kujt je? A, jam i burimit. Okej. Tjetër, ku banon? Ku të shkoj, jashtë Prishtinës, ku banon, mas po. O të Gjambast. Të Gjambast. Ku banon? I kujt je? A je shqiptar? A ke gjak shqiptari? Dëmon me konë dikun atje në fund Zelandës tre. Nëse është dikush diçka, është një kryeministër aktual i Australisë, e ka emrin Albani. Dhe kretë shqiptar të është, sa mburën me këtë person. Pse? Sepse të partë e tyne për para 400, 500, 600 vitësh kanë qenë shqiptara bresh, edhe aje ka rujt dyqysh këtë emrin Albani, edhe na fort e duam edhe dhe na e kena një kryeministri i Australisë është shqiptar. Pse bëjmë këto? E ushtrojmë përkatësinë, atë hynë punë, çfarë qëllimi ka, a përfiton diçka, s'ka rëndësi. A më përkatësinë ne e shprehim në popullin tonë shumë, në mënyra të ndryshme. Por ne ka njëherë kena dhe përkatësinë ku i ki meqt, a ki gjak shqiptarin e thamë, sa ki rogën, prej kohit patëm. Çfarë rogë ki, e? Jemi marakli me ditë përkatësinë. Mirë, cilat janë dy nevojat më të mëdha në jetë? Cilat janë dy nevojat më të mëdha në jetë? E para është gjetja e kuptimit, jo veç gjetja përkatësisë. Gjetja e kuptimit të përkatësisë. A mund ta përsëritësh pas meje? Gjetja e kuptimit të përkatësisë. Edhe një herë, gjetja e kuptimit të përkatësisë është njëra nga nevojat më të mëdha në jetë. Nevoja e dytë është gjetja e kuptimit të qëllimit. A mund ta thuash pas meje? Gjetja e kuptimit të qëllimit. Secili prej nesh që këto dyja nuk i ka kuptuar, nuk i ka gjetë,
do të na vinë vazhdimisht ide edhe ndjenja negative edhe kur që thot populli nuk bëhet rahat ai person. Pa i gjetë këto dyja, neve do të na mbuloj inati, xhelozia, depresioni, dëshpërimi, vetmia ose çka do tjetër. Pa këto dyja, mposhtemi shumë lehtë. Në cilën do pikpamje. E çto të dyjat kur nuk janë kanë në rrezik më të madh në kulturën perëndimore, ku dhe ne po shkojmë, e kur nuk janë kanë rrezik tash edhe tek shqiptarët se sa dekadën e fundit, mos më thon 2 dekada se është pak shumë, por sidomos në dekadën e fundit, kur nuk kanë qenë më rrezik. Kuptimi i përkatësisë edhe kuptimi i qëllimit, kur nuk kanë qenë më në rrezik. Pse? Ose postmodernizmi, ose liberalizimi, ose çfarë do gjëje tjetër, po këto janë, ne po e shohim. Edhe tani janë duke rritur sidomos ata atje që është në qytetrimin perëndimor, krejt thonë që është duke rritur një brez që s'kan kuptim të vërtet për përkatësinë dhe qëllimin e jetës, nuk kanë. Nga vjen atëherë kuptimi i vërtet i përkatësisë? Ai vjen nga kuptimi i vërtet i familjes. Kuptimi i vërtet i përkatësisë vjen nga kuptimi i familjes. Fakti se si të krishterë që ne i përkasim një familje dhe fakti se kjo familje i përket familjes së familjes përbën shtegun e kuptimit më të shëndetshëm të ndjesisë përkatësisë. Fakti se ti si i krishter që i përket familjes tonë mas pari, familjes të vogël, familjes private. Po kjo familje pastaj duke i përkitur familjes së familjes që është kisha, që kjo e përbën kuptimin më të thellë edhe më të shëndetshëm të ndjesisë së përkatësisë. E po mirë, a kryet puna vetëm nëse ne kemi gjetur përkatësinë edhe kuptimin e kësaj përkatësie? Jo, vetëm kjo nuk mjafton. Shumë njerëz thonë po, unë jam i krishter. Shumë thonë po, unë jam antar i kësaj kishe. Po mirë, a keni gjetur qëllimin? Pra përkatësia dhe qëllimi i vërtet shkojnë bashkë. Nëse si kemi gjetë njëra dhe tjetrën, nuk do të funksionojnë mirë. Pra duhet edhe kjo. Ne a i përkasim familjes tonë me një qëllim? Sigurisht se po, familjeve tona u përkasim për një qëllim. Po kështu duhet ti përkasësh edhe familjes që është kisha. Pa këtë qëllim, kisha nuk është familja jote. Nuk din që ka me bë brenda sajna. Je musafir, je bujt, je si huj. E në fundit edhe hiç nëse s'flasim për këtë temë, por në përgjithësi jeta pa qëllim s'ka kuptim. E studiusit edhe teologët e 2 dekadave të fundit janë duke thënë, sidomos në civilizimin perëndimor, se qëllimi i jetës edhe përkatësia, gjetja e kuptimit përkatësisë është duke ndryshuar, duke u ridizajnuar, po ristrukturohet. Nuk është më një që shkon përpara. Edhe ne i kena pa këto, si brez, ne i kena pa. Unë dhe muna me thëmë për vetën time, jo për krejt juve,
që unë për vete mbaj mend si kemi jetue, dhe çfarë qëllimi kemi pas, dhe çfarë përkatësie është ushtruar, unë nga njëherë thëmë o Zot, sikur mesjeta edhe postmodernizmi i këm kap të dyat. A këtu e ndujun e 600 vjetë në mes. Atë shumë kanë ndryshuar, sa që unë mbaj mend, dhe në thotë si kemi jetu, si i ri, si fëmi, që muj me matë nga njëherë si ka qenë qëllimit dhe jeta dhe gjithë mesjetën, edhe si është sot është postmodernizmi, që i në kap brenda, dhe më thonë, këto 5 dekada kështu. Pra po ridizajnohet. Sot, brezi i ri, nxitën, flasin, përqëndrohen ose ka një fokus veç të vetja. Unë, gjithçka unë. Mo më ka pëlqyer një shpjegimi kur merret darka e Zotit në kishën anglikane kam dëgjuar, që kjo ka kuptim në anglisht, jo shumë në shqip. Në anglisht, për unë është I, apo? është një vi, ija, I. Dhe ata bojnë kryq. E thashe, pse e bëni? Tha, e bëjmë për të mohuar vetën. Kjo është ija, I, unë, por nga krahu këtej dhe këtej, unë e mohoj vetën, nuk jam veç unë. Unë jam në bashkësi me Zotin, në bashkësi me njëri tjetrin. Pra, në brezin që na jemi duke jetue, është fokusi madh, jo vetëm nga trit, se dhe trit kanë pa dikun, që është përqendrim i hatashëm vetëm në vetën tonë, në interesin tonë, në ndjenjat e tua, në karrierën tonë, në dëshirat e tua, në çdo gjë kretë është rrëtheje, si ti të ndihesh, edhe e para është ngritë që ti ndjehesh. Edhe çdo investim shkon si ndjehesh. Çdo investim edhe çdo gjë tjetër është vetëm aty ku ti je duke ndjek veten tënde, dëshirën tënde personale. Edhe sigurim vetëm për nevojat e tua. Sa më dhimbson shumë familje sot në botë, në Kosovë, që për shkak të këtij trendi, ku standardi jonë është kaq i ulët, detyrohen me u dhanë fëmijëve ata që nuk janë të bindur, jo pse dhe fëmijët ndoshta shumë këmbgulin, por kemi ardhur në ato momente ku tashmë nëse ti nuk dukesh njësoj sikur se të tjerët, ata nuk të pranojnë më në shoqëni, të bullizojnë, prindët e tu jenë të tërklasë. Kjo të ndodhë në vendin tonë, fëmijë që studiojnë sidomos në shkollat private. Me çfarë mendësie rritën për fëmijë që janë në shkollat publike, ose nëse ndonjë nxënës është në shkollat publike, në kësi private, por nuk e ka një standard tillë. Pse? Tash mburje fëmija, çka i duhet një fëmijë në klasën e 8, 9, vitin e 2 apo parin me 500, 600, 700, 800 euro në xhep. Kujt i duhen? Çka është duke investuar vendi ynë, populli jonë edhe kështu me këtë lloj shitje mendjeve që thuhet. Brez të tillë të hajrit ne kena me ndërtuar? E pastaj ne befasojmë kur me fëmijët tanë edhe ne nuk dim pastaj edhe si të menaxhojmë këto probleme. Kjo është veç njëri nga problemet. Por ka shumë probleme të tjera që të rit janë duke vujt sepse janë fut një lloj kurthi ku duhet me garue që krejt duhet më dok njësoj. Krejt duhet me blet njëtën mark, krejt me bat njëtën frizur,
krejt me bot njëjtin imazh. Pse kjo? Sepse vetja, unë, fokus i të mërshëm, investim i të mërshëm nga prindrit, duke i ushqyë këto ambicje edhe këto shije që nuk prezentojnë kurfar vlere. Madje nëse ndodh konflikte edhe nëse nuk ndodh përkrahje e fëmijëve këtij brezi nga prindrit për këto nevoja, ata thojnë, pse më ke bë? Pse më ke bë? Tjetri thot, ju jeni familja ime. Edhe reagime më të ndryshme. E disa duke shkuar edhe në ekstreme, duke dëmtuar vetveten. Pra është një kohë kaq e rrezikshme që të kënaqurit, me u kënaq, me i përmbush kënaqësitë, aja që ka quhet në filozofi hedonizëm, është duke u rri, çdo ditë. Pse? Nuk është gjetë, cili është qëllimi i jetës, a ka gjetë ky brez? Studiuesit po thonë se jo, është pikërisht se kanë humbur qëllimin, kuptimin e qëllimit të jetës edhe përkatësinë, andaj jo është duke ecur këtu. Pra, individualizmi është një tjetër çështje që është pra po rritet. E kush është duke humbur në këtë mes? Kush po humb? Po humb familje. Në cilin do variant, në cilin do ekuacion të problemit, kush po humb? Familja. Kush është duke hangër? Familja. Prindrit, edhe në përgjithësi familja, si një entitet. Kush është duke fituar? Egoizmi. Individualizmi po fiton, familja po humb. E në raport familja me familjen e familjeve që është kisha, kush po humb? Kisha. Çka është kisha? Ma e dobishme me shku jo fëmija po flajnë, ma e dobishme jo kurset, jo shetia, jo çfarë do tjetër. Në cilin do kombinim, kisha nuk është, jo në 3 të parat, por nështë nuk është as mes 10 që së të parë nuk është. Kush po humb? Kisha. Kush po humb? Familja. Kush po fiton? Egoizmi. Kush po fiton? Individualizmi. Kush po fiton? Vetë përmbushja, vetë kënaqësia, në dam të përkatësisë së kishës dhe familjes. E kjo rrugë është bëhe madhe, edhe Jezusi në ka përemruar se rruga e humbjes është rrugë e gjerë. Pavarësisht për kushteve më të mira ekonomike në Shqipëri, Kosovë, ne kur ma shumë nuk kena pas beqar. Kur ma shumë s'kena pas beqar. E kur ma shumë nuk kena pas kurvri. Pra kaq shumë këto të dy arritën, e nënën tjetër ekonomia shkon përpjet, pasunia përpjet, e beqaria shtohet, kurvria rritet. Prandaj ne kemi sjell familjen veç në një vend kur ne flejmë, madje edhe nuk hajmë bashkë. Prandaj kemi sjellur familjen në një raport ku në vetëm marr e sjap kur gjë heq. Prandaj familjen e kam adresën ku unë i gjej mi përmbush nevojat e mia, e unë nuk kam asnjë lloj përgjegjësie.
kështu është brenda familjes, ngusht, edhe po kështu, po kjo rezulton në familjen e gjerë që është familja e familjeve, kisha. Me fjalë të tjera, ne jemi duke forcue mentalitetin brenda familjes edhe brenda kishës, mentaliteti që është i marketingut edhe mentaliteti i supermarketit. Çka është mentaliteti i marketingut edhe i supermarketit? Kjo më duhet ama. Nuk është pyetja, a është koha, a bën, pse po të bën, pse tasht, a ka mundësi, a s'ka mundësi? Jo, marketingu është, kjo më duhet, ma jep. Pra është Perëndia, nga njëherë është si edhe ne kur vim asë në disa telashe të Zoti, ne i ofrojmë Perëndis me të njëjtin mentalitet të marketingut edhe të supermarketit. Po Zota si ke pa, kjo më duhet, ma jep. Edhe ne i kemi kthy Zotin në shërbëtorin ton, veç më na dhon. E na me dhon ati jo. Kjo ka hy me dije pa vedije, me zgjedhje pa zgjedhje, me telefona në dorë pa telefona në dorë, ose çka do koftë. Kjo ka hy brenda nesh. Kjo është diçka që nuk do të ndalet. Ama, kisha, ungjillin që kemi brenda, frymën e Perëndisë që kemi brenda, duhet veproj, duhet kundërvihet. Ne nuk mund të shuajmë në këtë gjë. Me një Zotit çfarë ai bën në shtet ndonjë shtet që po mendojnë si me sjell sërish gjën e duhur në vendin e duhur, por ta shohim kur dhe sa do të zgjas ky shpirt i kësaj epoke e kjo mendësi e këtill. Pra, ky mentaliteti i marketingut dhe i supermarketit është se me bë mos me e marr që ato që u lyp, atëre edhe që kjo përkatësia formale del. E njësoj dhe brenda kishës ndodh. Ju s'kujdesni për mua, ju sa s'm keni pa, sa s'm keni vizitue, njëherë lypa diçka dhe s'ma dhat, edhe se shemo. Ja. E po mirë në vend të kësaj, vëllezër motra, fëmijë të dashur, brez i ri, ka diçka më të mëshme dhe më të mirë, ajo çfarë është investim jo formal që e përmbush vetkënaqësinë, po cili është investimi që është në shkatësi të reja në jetën tënde. Investim për brezin që vjen. Investim në besimin tënd. Investim në gjëra që kanë me qenë qëndrueshme. Nëse këtë jemi duke e ba, atëherë mu kemi nisë me mendue, po u them, e u garantoj se je në drejtim të duhur. Nëse jo, problemi i kuptimit i përkatësisë dhe i qëllimit është mbetet një detyrë për me krye ti dhe unë. E po cili është plani basht i Zotit për njeriun, që me kuptua mirë përkatësinë, do me thënë përkatësisë dhe qëllimit. Edhe njëherë për përsërisim. Kisha. Duke e parë kishën si familjen e familjes, duke u bërë pjesë e familjes së familjes, duke gjetur këtë kuptim aty brenda, duke e zhvilluar që ndjesi të përkatësisë në këtë familje të familjeve, duke i pa përgjegjësitë brenda kësaj familje të familjes, edhe duke i pa përparësitë e jetës në këtë familje të familjeve. A është kudo në botë ose në Kosovë mirë me kisha, drejtuesit e kishave? Jo, nuk është. Po kisha nuk është, drejtuesit e kishës nuk është standardi dhe matësi se duhet me konë një kishë. Është fjala e tij dhe Krishti është matësi.
cilën ne duhet të transformohemi çdo ditë e më shumë në ta. Për përfundim, për më kthyer te pasazhi kryesor, qëllimi i Jezu Krishtit bazohet tek Efesianëve, që lexuam më herët, nuk është që ne veç me u shpëtue edhe veç me u pagëzue. Bile këto ditë shumë trendi në disa njerëz që thrasin për pagëzim. E qëllimi nuk është veç me u pagëzue dhe me u shpëtue. Çfarë përkatësie është kjo dhe qëllimi i jetës nëse imi ndalë veç aty? Pra nga shkrimin e pam se synimi i Zotit nuk është veç me u nalë që aty. E cili ke? Aj me ardhë me banuar në ty. Shikoni çfarë qëllimi ka Zoti edhe çfarë përkatësi po don me ushtru ndaj teje dhe me ardhë me banuar te ti. Sikur kur vjen një mysafir, sa gëzohen fëmijët, sa gëzohen njerëzit që po e presin, e ka me nejt te ti. Pra, apo ndërtohet që ky popull i ri, apo ndërtohet që komuniteti i ri është qëllimi dhe përkatësia që Zoti po e ushtron në këtë botë që është armiqësore. Edhe qysh mu administrue ky hir në këtë trup. Pra si me u bë dhe më shumë që kjo familje e familjeve, jo si pas tekeve të mia ose një grupi, por si pas këti dizajni, si pas kësaj zbulese, si pas këti misteri që u shfaq në trupin e Zotit ton që ka dhënë për kishën e vet. Pra, kisha për ty është familje e familjeve. A mund ta përsëritësh këtë pas meje? Çfarë është kisha për ty? Familje e familjeve. E kisha nuk është një aksesor, nuk është një vath. Nuk është një varë toje që e ngjesim këtu. Nuk është një varë zinxhiri. Ta është bile kom pa që njerëzit që janë kur gjithë kanë bajnë me Krishtin e me besimin e tyre, sidomos femra, po qesin kryqa. E si janë hisht krishterë. Aksesor, interesant. Po kisha nuk është një aksesor i jetës tane. Nuk është vërsa për me zbukurua një detalj të jetës tane, sa me varë këtë aksesor që me të shërbyet ty. Jo, nuk është kështu. Pra nuk është një aksesor, nuk është një klub, nuk është një vend i tekeve, por është një trup që ti kujdesesh edhe të tjerë kujdesen, ku japim edhe ndjejmë për bashkësinë. Pra është që kjo kisha është këtu në thuhet tek një Efesianëve është plotësia e Jezu Krishtit. Është zbulesë që Zoti ja ka dhënë Paulit, është plotësia e Jezu Krishtit. Mirë. A don ti çka don Perëndia? Është pyetja e fundit për sot. Mendo për këtë pyetje pak. A don, a kishe pas shef me dasht çka Zoti don? Dikën që simpatizon, ti ke dëshirë edhe ti me dash çka donaj. Edhe çështu bëheni bashk. E pyetja jame për ty është sot para se të mbyllim këtë është, a don ti atë që Zoti e don? Nëse po, kjo fjalë këtu që jemi duke lexuar sot, edhe të tjerët për kurdoherë, po na tregon në bazë të fjalës së Zotit, Biblës, po na thuhet se sa shumë Krishti e ka dashur kishën. Po e shohim sa shumë Perëndia e don trupin kishën. E qysh na nuk e dojmë ato që ai e don? Vëllezër, motra, amerikanë që thonë, come on, hey, shok, le ta duam atë që Zoti don.
Ai e don kishën e vete, ne si jo. Ai e don familjen që ka krijuar, si ne jo. Si ne mos ta bëjmë të njëjtën gjë. Pra nëse ne duam Perëndi, nëse duam atë që Zoti e don, ne kemi nisur me gjetë kuptimin e vërtet të përkatësisë dhe kuptimin e vërtet të qëllimit të jetës. Atëherë, bëni këto 3 hapa për tërë mësimin që e bëm deri tani. Si me nis? Ndërto ose rindërto në identitetin tanë Jezu Krishtin. 2. Ngjitu në bashkësinë e trupit mirë, rahatohu që thuhet. Dhe 3. Angazhohu aktivisht në jetën e këtij trupi. Jo vetë çka ndodh këtu gjatë javës, po kudo ku jeni të shtrirë, aty është kisha tina, aty është trupi yt. S'do më thoni të vini vetëm këtu ne vim 1 herë në javë, më së shumti 2 herë në javë, por kjo është vetëm një vend ku mlidhemi. E kisha është kudo ku ju jetoni. Perëndia u bekohet me këtë fjalë e gjatë javës, uroj që të lutemi edhe të mund ta jetoni edhe ta shtyni dhe më thellë në jetën tuaja. Le të këndojmë edhe këngën e radhës. Jezusin e na bashkon